Robotët tillë nuk ekziston në një dikush tjetër, sidomos jo shqiptar. Në këtë moment jemi 10 veta, po të thuash robotit, shko atje më bjerë rrotën e makinës, e të vej robotit të sjellë rrotën e makinës. Nga Shqipëria, familja ka vajtur në Greqi kur kam qenë 10 vjeç. Jam rritur atje, kam studiuar inxhinier mekanike. Kam filluar punë për një vit në Greqi, edhe gjatë kësaj punës, bashkë me një ortakun tim, Klajdin, filluam një startup atje. Ndërmjet kësaj startupit, kishim aplikuar për një business accelerator këtu në Zurich, na morën, edhe gjatë kësaj periudhe u njoha dhe me një profesor në ETH, me të cilën u lidhëm bashkë, domethënë dhe që atëherë kam punuar për një 8 vjet në këtë ETH, në universitet. Atje kam punuar mbi robotat. Kemi bërë motorra, kemi bërë krah për robota, kemi bërë duar, çdo lloj gjërash domethënë. Një ori të cilën e kam marrë, kam përdorur tani, kam futur këtu në Duatik. Duatik është një kompani ka filluar një vit e gjysmë që kemi hapur. Edhe çfarë bëjmë këtu, bëjmë robota që mundohemi të zgjidhim problemet domethënë nëpër fabrika, nëpër warehouses, transportimin e materialeve nga një pikë në një pikë tjetër, brenda për brenda. Ka shumë vërtetësi. Kam qenë edhe me fat që jam futur në një deg që është kaq shumë interesante. Nuk është e lehtë, nuk është që fillim, domethënë ka patur shumë mundim dhe vetë si person kam patur qëllimin e madh, dhe kur ke qëllimin të madhe, ke edhe duhet të punosh shumë herë më shumë se të tjerët që të arrish diçka të madhe. Kështu që ka patur vështirësi, po jam shumë i gëzuar, shumë i kënaqur me arritjen që kemi bërë. Edhe çdo vështirësi, si thonë, me qëllim. Si ide kemi filluar nga shtëpia. Dhe punëtori i parë që kemi patur kanë ardhur në shtëpinë tonë, ka punuar atje për 3 muaj. Mbas shtëpisë morëm 2 punëtorë të tjerë, edhe kemi marrë në një zyrë që është 9 dheu, pothuajse, ishte vetëm një dritare e vogël që mund shikoj pak dritë që atje. Mbas 4 muajsh kemi ardhur te kjo zyra këtu. Edhe në këtë moment jemi 10 veta që punojnë mbi robot. Sa janë inxhinier mekanik, sa janë inxhinier informatik, mbi robotikën, kemi lloj-lloj. Në fillim nuk dinim se ç'është do ishte produkti, ç'është duhet të ngjante, si duhet të ishte forma. Kishim pak eksperiencë mbi këtë gjë, domethënë 8 vjet eksperiencë duke bërë robota vet. Folëm me disa njerëz, arritëm në robotin si është sot, 2 krah dhe poshtë si makinë e vogël me rrota që të transportojë. Ideja ishte që të bëjmë këtë robotin të ketë mundësi të automatizojë sa më shumë punë, që sot i bëjnë njerëzit, po nuk gjejnë njerëz për të bërë të punë. Vajtëm në Automatika një vit pasi filluam kompaninë. Automatika është një konferencë automatizimi. Më shumë që të kuptonim nëse kjo si produkt ka kërkesë. Ishte shpërthim, domethënë interesi, që atje kemi patur klient, që kemi filluar punë të punojmë me klient fabrik kimikatash më të madhe në botë. Kemi shumë klient të mëdhenj, po ka patur një interes shumë të madhe për këtë robotin. Vetëm brenda këtyre 4 muajve kemi filluar dhe kemi kontratat me këta të përhapemi. Robotët tillë nuk ekziston në një dikush tjetër, sidomos jo shqiptar. Janë 2 kompani që janë filluar tani, domethënë që bëjnë disa robote, jo në këtë nivel. Shqiptari vetëm person që njoh, që ka lidhje me robotin është Klajdi, domethënë që merret me sensorët dhe merret me këtë pjesë të robotit. Ne kemi filluar me krahun në fillim. Prodhimi, produkti i parë që bëjmë ishin motorrat, edhe motorrat pastaj bën krahun. Krahun fillua me shitëm, ke patur shumë interes dhe për krahun vet, dhe kështu kemi arritur që kemi zhvilluar dhe robotin vet nga shitjet e krahut. Ka patur shumë interes për krahun nga ana akademike, domethënë universitete, sepse është shumë unik si teknologji, edhe duan ta provojnë, të shikojnë domethënë çfarë mund të bëjnë me këtë krahun. Krahun e kemi shitur, do vazhdojmë ta shitur. Në fund fare sa më shumë krah të prodhojmë që të shesim, aq më i lirë do bëhet edhe kosto për të robotin, se njëjti krah që ne shesim e përdorim edhe për të prodhuar robotin. Do vazhdojmë me këtë. Diçka që është shumë e rëndësishme për robotikën është veglat, domethënë çfarë përdor për të kapur gjëra. Do kemi shumë zhvillime në këtë drejtim, po përveç se hardware-it, vetëm që është pjesa fizike e robotit,
do kemi shumë zhvillime edhe për software, do të thënë digital brain, për të bërë të robotin të aftë, të ketë mundësi të kapi gjëra të ndryshme, të jetë do të thënë i lehtë të hapet nëpër fabrika, nëpër puna, të bëjë punë të ndryshme. Ideja në fund është ti flasësh robotit ose komunikoj me një sistem automatizimi, po të thuash robotit shko atje më bjerë atë, nuk e di, rrotën e makinës, e të vej robotit të sjellë rrotën e makinës. Mos humni asnjëherë shpresën, mundoni të arrini të kuptoni çfarë doni të bëni në jetë edhe luftoni për të arritur dhe gjë se do e arrini po që se mundojeni, po që se punoni për të gjë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pa punë nuk mund të arrish shumë gjëra, mund të jesh me fat. Të arrish diçka të madhe duhet edhe fati edhe puna. Do mundim, do sakrificë, nuk të bësh çdo gjë. Po pati dedikim edhe kur fokusohesh të bësh diçka do t'i arrish. Unë jam Eri Sako, pronari i kompanisë Duatic, e cila merret me prodhimin robotëve që ngjajnë, që kanë fuqinë e njerëzve, kanë fuqinë më shumë e njerëzit, me qëllim të automatizojnë fabrikat, të automatizojnë depo edhe çdo gjë që është e mundur.